të ulta. Kuptohet që edhe me një gamë shërbimi më modeste, sepse nuk do ndërtojnë bashkitë edhe beach bare. Domethënë, për plazhet publike që shumë kush i kërkon të lira, me hapësira ku ka disa që thonë që vazhdimisht që ne duam thjesht shkojmë siç kemi shkuar përpara, edhe pse harrojnë që nuk ka qenë dielli kaq i fortë dhe nxehtësia kaq e madhe përpara, por kjo është një gjë që ne duhet ta ofrojmë. E dyta, shumë e rëndësishme, unë dëgjova me vëmendje, se ke edhe Vasilin këtu që është edhe Vasili ka shoqatën e tij. Të përshëndes. Unë dëgjova me vëmendje. Tani duhet të bijem dakord për një gjë, që juve bëni shumë mirë që kërkoni sa më shumë për tramin në Vlorë. Të thash që do të na duhej Luli, ne nuk dim të bëjmë trame. Luli ka bërë një tram në Tiranë, i cili siç e kanë parë qytetarët e Tiranës është shumë i suksesshëm, me një shpejtësi maramëndse, ka përxen gjithë problematikat që krijohen nga trafiku. E kishte planin që ta çonte deri në Durrës, por për shkak se Zuri Gjumi e la vetëm në Tiranë, kështu që nuk e di sa mund të bashkëpunohet me të, por shpresoj që mos të arrihet për shkak të tramit që të çohet Vlora në këmbë, thotë duam Lulin kryetar bashkia. Për të tjerat, po thosha, duhet jemi shumë të vërtet që ka një hile të madhe që e bëni të tërë ju. Një hile me deklarimin e netëve të fjetjes. E më pëlqeu fakti që more frymë thellë, sepse në fillim kur thash hile u shokove, po kur dëgjoj net fjetje i dhe një frymëmarrje të thellë për të stabilizuar në mendje se si do ta përballosh tash këtë fakt që nuk e përballon dot, dhe ne tani për t'i dhënë mundësi juve që të dilni faqebardh nga kjo fazë informaliteti, ku ju kemi ulur të vëshën prej vitesh tani më poshtë se të tëra vendet e tjera, 6% nuk e ka asnjë vend në mesdhe, asnjë nga vendet e rajonit. Ja u kemi ulur 6% pikërisht që të deklaroni sa tani. Ka një shifër që është fantastike këtu, që tregon se çfarë bëni ju në fakt, që falë se duhet ta gjej, e kam këtu, që thotë që nga 10.155.000 turistë të huaj që e kanë vizituar Shqipërinë, këtu kemi 2023-shin, 3.900.000 net të deklaruar. Qëndrimi janë pak si problem. Ne kemi studiuar këtë gjë edhe me ekspertizë të huaj, dhe kemi dy gjëra do bëjmë. E para, për këtë vit do t'ju japim mundësinë që juve të bëni një paradeklarim. Që do të thotë që për periudhën 1 maj 30 shtator, nëse nuk doni as kontrolle, as një problem fare dhe të fokusoheni vetëm tek klientët dhe jo tek inspektorët, një nivel shfrytëzimi 65% në bazë të dhomave, dhe për atë nivel do të paguani detyrimin tek bashkia. 65%. Nuk e dim që niveli minimal i shfrytëzimit në periudhë